Nëse këtë objekt e shohim prej larg, lirisht mund të themi se është fermë për kafsh, por në këtë rast ndodhe kundërta. Objekti në fjalë është shkolla fillore Alia Avdovish në fshatin Draçevic. Në të mësojnë 56 nxënës deri në klasën e 8. Ata mësojnë me dëshirë dhe vullnet të madhe që në të ardhmen të bëhen mësues ose mjek, por për dallim të shokëve të tyre, ata mësojnë në kushte teje të vështira. Qatja e shkollës rrezikon që të shembet, nga dritaret e thyera bëhet ftoft në çdo klasë, nga mungesa e ujit të vështirësohet mirëmbajtja e higjienës, ndërsa nga mungesa e energjisë elektrike asnjë aktivitet nuk mund të zhvillohet. Edhe për skaj të gjithave nxënësit nuk mungojnë asnjë ditë, pothuajse të gjithë kanë sukses të shkëlqyeshëm. Këtu që pari im duhet me pas pungat mira në karikit mira. Se ne rim shtator. Kë vjen dimri të shtoft këtu. Psikon. Vjeshtë kena mësuene me tregu për numra. 2 + 2 bajnë 4. Bravo, e 5 + 5 sa bajnë? 5 + 5 bajnë 10. Pungot karike që të mira, gjomë të thim, uj s'ka. Po du më në të vu ato kompjuterët, po rrim s'ka shumë. Do të me konë si më kërën qërët e në kjo. Kërkesave të nxënësve që edhe ata të kenë shkollë me kushte më elementare nuk ju është përgjigjur askush deri më tani. Përgjegjësi i shkollës Najit Gavazi i bën apel Ministrisë së Arsimit që të vizitojë dhe përsa afërmi të njihet me problemet e shkollës, ndërsa nga Ministria e Arsimit thonë se për këtë çështje do të njoftojnë ditëve në vijim. Unë kisha lutën të Ministrisë për Arsim sidomos, ju kisha drejtuar edhe zonjës Lindita Çazini, që të vjerën i ditë të shohë se çfarë kushte punojnë. Se ne faktikisht në shqiptat atë e kemi ministër. Edhe ajo do të ma tepër pak edhe mendoj se është e ullës që të vjen një kafe të pije këtu me ne dhe të shohin çfarë kushte punojnë. Se nuk është kjo investimi madh në krahasim me disa investime që bëhen në Maqedoni. Kjo është një investim i vogël, mirë po janë pyetje 56 nxënëse. Është pyetje 49 shtëpi janë këtu. Dhe nuk do të mu lanë mas dore kështu sikur se lanë deri tash. Arsimtarët të ballafaqohen edhe me problemin e transportit, i cili me muaj të tërë nuk mund të gjejë zgjidhje. Për t'u lehtësuar këtë problem, banori Zudi Osmani falas u ka dhuruar një makinë për t'u udhëtuar deri në shkollë. Shkolla në fjalë është ndërtuar para 50 viteve, që prej atëherë deri më tani në këtë shkollë nuk është ndërruar as edhe një gosht.